Gjakova është shembull për të mirë. Fatkeqësisht gratë janë të diskriminuar në 3 nivele sa i përket garës zgjedhore. E para ka pak përfshirje të grave, domethënë më pak se 10% e numrit të përgjithshëm kandidatëve për kryetar të komunave janë gra. Prej 200-ve, prej 205 kandidatëve, nëse nuk gaboj, janë 7-18 gra, të cilat janë pjesë efektivisht e garës. Problemi i dytë është që ajo që ka thënë ti, edhe aty ku janë kandidu gratë, janë kandidu në komuna ose lokalitete prej partive, cilat tradicionalisht nuk kanë përkrajen to. Tash pa dashme ndërhyjë në garën zgjedhore edhe në pjesën e fushatës, po nëse X partia ka shtrirje në zonën e Dugaxhinit, edhe shkon e kandidon një gru në Hante e Lezit ose në Kaçanik, ku në asnjë prej proceseve zgjedhore nuk ka qenë më lart se pozita e 4, kjo i bën që është vendosur vetë sa për me thonë që e ka si kandidat. Rrjedhimisht, unë për fat keq, me përjashtim të mbase 1 ose 2 kandidateve gra, nuk pres që gratë me qenë pjesa se balotajit. Edhe fatkeqësisht, ne kemi pas veç 2 raste të zgjedhjes grave si kryetare. Gjakova është shembull për të mirë, edhe është një komunë me shumicë serbe. Por nuk është që kemi pa kandidatura gra në për zonat e tjera, që në të elementi të rritë pse nuk po i kandidojnë, e unë menoj këtu fajnë kryesore kanë rrotë par partitë politike, e së dyti vetë gratë.